Pas dyshimeve për mospërputhje dhe manipulim të rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, Prokuroria Themelore e Prishtinës ka autorizuar Policinë e Kosovës të nisë hetimin për rastin e komunës së Drenasit. Dyshimet lindën pas rinumërimit të votave, i cili zbuloi dallime mes rezultateve fillestare dhe atyre përfundimtare të kandidatëve për deputet. Sipas mediave kosovare, policia është ngarkuar të mbledh prova dhe të identifikojë persona që mund të kenë kryer shkelje penale gjatë procesit zgjedhor. Hetimet të ngjashme janë duke u zhvilluar dhe në komuna të tjera, përfshirë Ferizajin dhe Malishevën, ku janë konstatuar mospërputhje në vota për kandidat. Institucionet e rendit dhe drejtësisë ndërmorën edhe një operacion të gjerë në komunën e Malishevës ditën e djeshme në kuadër të hetimeve për dyshime serioze që lidhen me cënimin e integritetit të procesit zgjedhor. Burime zyrtare bëjnë të ditur se operacioni synon mbledhjen e provave që mund të ndihmojnë në sqarimin e dyshimeve për manipulim të procesit zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka urdhëruar rinumërim të plotë të votave të rregullta në disa zona për të sqaruar situatën. Procesi i numërimit përfundoi më 9 janar, me votat që u përpunuan fillimisht në qendrat komunale dhe më pas në qendrën e numërimit të rezultateve, ku çdo flet votim kalon përmes disa nivele kontrolli. Leximi me zë të lartë, shfaqja në ekran përmes kamerave, regjistrimi elektronik dhe verifikim nga një person i tretë. Megjithatë, dyshohet se manipulimi mund të kenë ndodhur gjatë fazës së leximit të votave për kandidatët, ku numri i votave për partitë mbetet i pandryshuar. Por shpërndarja e votave mes kandidatëve të një partie mund të jetë ndryshuar në mënyrë të qëllimshme. Këto raste nuk janë të vetme. Javën e kaluar në Prizren, 109 persona u ndaluan në dyshimet për manipulim të rezultatit zgjedhor dhe 23 prej tyre u dërguan në paraburgim një mujor. Autoritetet po përgatiten për të sqaruar çdo rast të dyshimit duke përdorur procedura të rrepta dhe monitoruar çdo fazë të numërimit. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, lëvizja vetëvendosja doli fituese me mbi 51% të votave dhe pritet të sigurojë 57 vende në legjislaturën e 10 të Kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, dyshimet për manipulim theksojnë rëndësinë e transparencës dhe mbikëqyrjes së procesit zgjedhor. Në Kosovë, manipulimi i votave konsiderohet vepër penale dhe dënohet me burgim, ndërsa institucionet po punojnë intensivisht për të garantuar që çdo vot të përfaqësojë vullnetin e qytetarëve.